baza e kundërshtimit të propozimit. Po, të shofim për partit tjera. Po, të dëgjojmë ti me kadrien të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Përshëndetje, po përsëritet skenari i njëjtë, ishte një kërkesë e kryesuesit të seancës që të konsultohemi, që seancat të mbahen çdo javë. Normal që u refuzuan nga të gjitha nga partit opozitore, për shkak se është keli kushtetutës, se me kushtetutë thuhet që çdo 48 orë, andaj nuk e pranuam. Kështu po adresuara nëse keni ndonjë pyetje, po i marr pyetjet sepse vërtet s'po kemi se çka me u përgjigj. E mira është s'po di vesh me propozu për çmim Nobel Albulena Haxheve, dhe pse çmimi Nobel është për të arriturat dhe sukseset në ndonjë fushë ose ndonjë lami, e thash me propozu veç për çmim Nobel për dështimet e një pasnjëshme me plot seanca dhe vazhdimi i lëvizjes vetëvendose me të njëjtin kandidat. Po në fakt tash po nisem për në gjykatën kushtetuese, është afati i fundit për dërgimin e komenteve, kemi hartu edhe disa komente në përkrahje dhe në mbështetje të asaj që kemi dërguar dhe arsyetimin sepse duhet të trajtohet me seriozitet. Ne tash po fillojmë me shkum në gjykatën kushtetuese, tash do i dërgojmë, do i dorëzojmë dhe normal që dëshirojmë me u fuqizu kërkesa paraprake që e keni pasur edhe ju si medium. Faleminderit. Atëherë, përshëndetje për gjithë, faleminderit për kohën. Shkurtimisht, po besoj e di që është bëu pak e lodhshme edhe për qytetarët edhe për mediat edhe për këtë ata që na përcjellin, po me rëndësi është, po besoj që lëvizja vetëvendose tani më ka treguar që është konstruktive në këtë hapat e procesit që për synim ka pas zhbllokimin e Kuvendit të Republikës. Pra ju e dini që na po vim edhe po votojmë për. Bllokues janë ata që votojnë kundër. Pastaj ka qenë një trysni e madhe duke thonë që duhet një diskutim mes subjekteve politike. Kryeministri Kurti i ka thirrë, ju e dini që ata nuk kanë ndrruar qendrim. Pastaj është thonë që do të marrëveshje politike më gjithëpërfshirëse. Është bërë edhe kjo për kryeministit Kurti, ku i ka bërë ofertë LDK-s që ta bëjmë një marrëveshje edhe për Kuvendin, edhe për qeverinë, po LDK-ja ka refuzuar dhe ju e dini ndoshta është pyetje më e mirë mja bëj LDK-s pse ata refuzojnë me orë pa PDK-n. Për shkak se për mua është komplet e palogjikshme, ku lëvizja vetëvendose vetëm me LDK-n 48+20 bën 68, përfshi këtu edhe komunitetet jo serbe me 78 deputet një qeveri, po besoj që ja kishim dole edhe te presidenti me bëni zgjidhje. Po LDK-ja refuzoi për shkak se tha na nuk vim pa PDK-n. Për neve është e papranueshme dhe ne refuzojmë me bëj çfarë do oferte për PDK-n. Kjo po besoj duhet më përgjigj LDK-ja, por çka është me rëndësi besoj se tash është edhe një kërkesë nga AK-ja në gjykatën kushtetuese. Shpresoj uroj që gjykata kushtetuese të del sa më shpejt për me i dhënë një përgjigje konstituimit Kuvendit, nëse e morë të pranueshme. Për shkak se për ne është e qartë tani me gjykimi thot pika 128 ku mund me qenë votimi i hapur ose i fshet. Pra, na jemi të provu alternativa të ndryshme, po është e pakuptueshme gjithë kjo bllokim që vjen për opozitës edhe refuzojnë me lëviz. Propozimi është i joni, kur vjen një subjekt tjetër edhe jep propozimet e veta, duhet me kuptu që është e drejtë e jona, për ato s'bëhet kompromis. Kështu që për fund uroj që gjykata kushtetuese morë parasysh rëndësinë e situatës ku gjendemi, të jep sa më shpejt përgjigjes edhe kërkesës së AK-s, po edhe kërkesës tonë që kemi bërë për votat e vjedhura nga LDK-ja. E para të propozimi për zonjën Haxhiu, po besoj ju po thoni pse s'pi pranoni propozimet e tjerave
derisa gjykata kushtetuese ka thonë se na takon neve propozimi. E para. Po. Dëgjoj. LDK-ja del thot na nuk e votojmë asnjë kandidat. Kjo tregon që LDK është komplet përgjegjëse për bllokimin. Pro, çfarë kompromisi aty? E dyta, PDK-ja thot na nuk e votojmë asnjë kandidat që ka qenë pjesë e qeverisë. Ministra, zavens ministra. AK-ja thot na e kemi një propozim tonin. Propozimin atakon neve, edhe derisa dikush nuk ka një arsye të shëndosh, që dele kundërshton zonin Haxhiu, na smundemi ju nështru dëshirave të opozitës. Prandaj bllokimi vjen për tyne, e jo besoj që është përgjësia jona me plotsu dëshirat atyne për me zhblloku, për shkak se na takon neve. E njëjta, para më nënshtohetën, sikur të votojë Albulena, vinte në kryetor. Po na ta bllokonim, ju gjithë kishit thonë pse pe bllokonin në kryetorën, është propozimi i LDK-s, ju s'do të mu vetë për ato. E na po thojmë edhe ka qenë një për ofertave që hajde bojmë si pako. Edhe kryetorën e kuvendit, edhe në kryetorët i votojmë si paku. Unë s'po tham kën ka me qitë LDK, mbase mësë më pëlqy. Po na s'po javë shtym aty në idenë që na me javë dhonë propozimin cili me qenë nën kryetori i LDK-s e as i PDK-s. Po gjykata kushtetuese, veç për shqiptarët të mendoj edhe për juve që e dini, është shumë e rëndësishme. Gjykata dhe kushtetuta e ka përcaktu kujt i takon kuvendi. S'ka kompromis, kryetori i takon partisë fituese dhe 3 nën kryetor, partisë fituese një dhe LDK-s e PDK-s këtë rast. Pra, nuk ka hapësirë këtu për marrëveshje për shkak, për qeveri po, për kuvend tani më është e përcaktuar kujt i takojnë edhe besoj që po veç është shumë e rëndësi që po mënej nuk po theksohet mjaftueshëm këtu, që LDK-ja, PDK-ja, përfshi dhe subjekte tjera, po ja refuzojnë të drejtën me votu, që ajo është antikushtetuese, për shkak se e drejta për me formu një komision, ata për thonë deputetëve tjerë mos merrni pjesë. Që kjo është antikushtetuese, për shkak se edhe aktgjykimi e thot që duhet me votu pro kundër ose me abstenu. Pse nëse na e kanë ofruar si alternativë, na nuk e dim se a votohet ose a i merr votat Albulena apo jo, po megjithatë ne kanë thënë si alternativë ta bëjnë në votimin e fshet. Ta pja dënojnë të drejtën deputetëve të vet me marrë pjesë në votim. Jo për shkak se është bo pyetje, çfarë ju e dini që koni gjykim gjykatës që thotë na sjena këtu trup këshillëdhënës, po ta shohim, po ata i kanë dërguar komentet e veta, e kanë dërguar kërkesën e tyre që thot vendimin për mos votim, që nëse di që ka pos vendim për mos votim, po megjithatë, unë mendoj që gjykata kushtetuese mor parasysh rrethonat rëndësisë së lartë që gjendemi, mendoj që duhet të më dhon përgjigje sa më shpejt. Edhe për këto, edhe për rastin tonë që e kemi dërguar për vjedhjen e votave me poshtë nga